Në hyrje të këtij pallatit në rrugën Vllezit Frashëri pranë unazës perëndimore të Shkodrës, kabllot elektrike kërcënojnë jetën e qytetarëve. Pamjet tregojnë qartë se situata është jashtë çdo standardi teknik dhe sigurie, ndërsa kabllot e degraduara dhe të lidhura në mënyrë primitive shoqërojnë cilin do të hyjë apo do të dalë nga pallati. Në këtë periudhë me lagështi të lartë, rrezikshmëria rrit ndjeshëm dhe kontaktet aksidentale mund të sjellë pasoja tragjike. Izolimi i dëmtuar i kabllave, mungesa akutive mbrojtëse dhe ekspozimi i tyre i drejt për drejt ndaj motit përbën një rrezik real për banorët e këtij pallati. Një gjendje e tillë përbën shkelje flagrante të rregullave teknike që favorizon zjarre apo goditje fatale nga energjia elektrike. Banorët e pallatit shprehin jashtë kamrës se janë ankuar në mënyrë të përsëritshme pranë një soshe Shkodër, por deri më sot askush nuk ka ndërhyrë për të zgjedhur këtë problem. Kjo indiferencë kalon të ekspozuar përballë një rreziku të përditshëm që mund të shndërrohet në një tragjedi në çdo moment. Në këtë hyrje kalojnë çdo ditë jetra familjar përfshirë dhe fëmijë të moshuar, të cilët janë të kërcënuar ndaj një incidenti të mundshëm. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga OSHE e Shkodër për të marrë masa urgjente që të shmangë një ngjarje e padëshiruar.